355 delegatëve të kësaj shtëpie. Sepse për atë sa kam mësuar në këto 5 vite prirje të kësaj shtëpie të madhe demokracisë, një e vërtet ose të mbyllet në vetveten, do të kërkoj arsye, fajtor e justifikime e më pas shpërthejnë dhe më besoni po të zonë përgjithësia shpesh e kërkon heshtje. Dhe heshtja në jetën politike është, më besoni, bara rënd. E pa drejt ndonjëherë, por e domosdoshme për ta ruajtur tërësinë. Me gjithë heshtjen dhe dilemat që nuk dohen vetë. Dhe do ta bëj këtë nëpërmjet 3 realiteteve që duhet t'i ballafaqojmë hapur këtu dhe jo vetëm këtu. Pa fat tjetër të provoj e para demokracinë partijake dhe të nxjerr gjithmonë dhe vazhdimisht leadership demokratik. Jemi me shumë fat që bëjmë këtë flas edhe atëherë kur fjala i dridhet pak. Sepse që ta kuptoni, LDK nuk është për mua thjesht një strukturë e zakonshme politike demokratike të Kosovës, përveç se kuvendit dhe antarësisë së kësaj familje. Unë kam zgjedhur të dalë përpara jush, jo sepse kam ditë